Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju që keni zgjedhur grupin numër 2 apo këtë kristalin ngjyrë kafe apo në të kuqërrem ta quaj ashtu. Të shohim se çfarë do na thot leximi i juaj. Katër të Majklit. Kjo letër tregon që një shkëputje emocionale, do të thosha, të dashur grupi numër 1. Një shkëputje emocionale, ndjesi, zbrastie. Është kjo letra. Kjo letër tregon se mund të jesh ose në një gjendje apo të ndjeni të tillë ku ndjen një mungesë të mbrëmshme, pavarësisht se mundësitë janë aty. Duket sikur diçka po mungon, një motivim, një ndjenje qartë. Shpirti është në kërkim, por mendja është e zënë me një zhgënjim apo me ndonjë zhgënjim, të dashur grupi numër 2. Kjo tjetra, shikoni, kjo letër paralajmëron është totalitet quhet, ndryshe, paralajmëron që energjia është e shpërndarë më shumë drejtime. Mund të jetë një ndjenje pasionit për të bërë shumë gjëra njerëz ose frika që do më ik rasti apo nuk do ja dal dot. Për të qenë në totalitet duhet të jesh e pranishëm vetëm me një gjë, me gjithë qenien tënde. E këtu sikur jeni duke munguar. Dëshira është aty brenda thellë, brenda jush, por diçka po mungon. Kjo tjetra këtu tregon për një thirrje për qetësi mendore, për të lënë pak gjithçka që po ju shpërqendron, për të dëgjuar shpirtin në qetësi. Është ajo pauza e shenjtë para se të marrësh një hap të madh. Që ai hap i madh është ky planifikim këtu. Nuk do flas fare për rezultatin, se rezultati është i shkëlqyer, por që dua të kthehem tek letrat, i pasqyrova secilën në mënyrën e vet. 4 të Majklit pra është brenda jush, është një qetësi jo e bukur, një humbje të dëshirës, ndoshta nga zhgënjimi nga ndonjë person, në situatë, apo thjesht një zbrasim brenda jush, të dashur grupi numër 2, dhe sikur të stresuar pa patur ndonjë arsye, mund të jetë ajo, nuk do të thotë patjetër atë që po e them, të stresuar pa patur ndonjë arsye, një dëshirë, një nevojë për të pushuar, sikur keni po ndjeni një lodhje shumë të madhe, dhe kjo që e thash, asgjë nuk është në rregull. Të dashur, dhe shpërqendrimi juaj gjithandej. Çfarë po kërkohet nga ju këtu? Së pari të ulemi dhe të planifikojmë, siç bën ky person këtu. 2 të shkopive është ka një këtë globusin në dorë, është me një farë mënyrë sikur do udhtoj diku dhe ku do vete. Është një lloj planifikimi. Së pari ta mbledhim veten. Çfarëdo që të jetë, nuk do thot patjetër që të gjithë ndihen, unë prafërsisht po i them, mund të jetë një zhgënjim, mund të jetë një mos dëshirë për të vepruar, mund të jetë një fikje e motivimit, ta them ashtu, një lodhje e madhe, shpërqendrim, apo mund të jetë shumë gjëra të kapura njëra pas tjetrës duke u ardhur, dhe kjo ju shpërqendron, të dashur grupi numër 2. Dhe çfarë është më rëndësi? Të bëjmë pushimin e duhur, dikush më shumë, dikush më pak, që të mund të kthjellohemi dhe të nxjerrim nga kjo, nga që shpeshherë kam thënë, në ujin e turbullt nuk mund të shikosh poshtë. Dhe kjo është gjendja juaj, të turbullt, të stresuar, jo të motivuar, të pa dëshirë për asnjë gjë në një farë mënyrë, ose të zhgënjur nga zhgënjimet e kaluara, dhe sikur ju stagnon, ju ndalon të ndërveproni, sikur dëshironi të ndalni me aq. Por jo, të veprojmë, në fakt të si quhet, të planifikojmë, derisa erash në fije, të planifikojmë.
Se cili ka mënyrën e vetë, unë pushoj në një mënyrë tjetër, dikush dëshiron të lexoj, dikush të shikoj televizor, dikush të dëgjoj muzikët, e kështu me radhë, apo thjesht të mos bëj asgjë. Gjithse kush e gjen. Këtu është me një farë mënyrë një pushim dhe duke planifikuar njëkohësisht. Për t'ju ardh ai frymëzim i ri, siç është ky shpërthim i zjarrt, asi i Shkopive, që është një zjarrit. Ky shpërthim i zjarrt i jetës që po vjen pas qetësie, pas depresionit, ta quaj ashtu, pas jo motivimi, pas jo dëshire për të vepruar, një ide, dëshire pa pritur, pas planifikimeve, pas këtij pushimi do vi dhe do lindë. Dhe thotë në shtys ta them brenda vetes që thotë tani është koha për një pasion, për një krijim të ri, për një ide që do të luzoj vetëm nëse vjen nga vend i qartë dhe i qetë. Pra po kthehem te kjo, duhet vërtet të meditoni, lutuni, gjithse kush e bën në mënyrën e vetë. Sido që ta gjeni qetësinë, duhet të mbledhur, duhet ai ujë i turbullt të qetësohet, që të mund të shikoni poshtë. Pra, kjo ajo çfarë po them është mesazhe dhe mesazh shumë i bukur si rezultate. Ai pushim nuk do ikën i humbur, ai reflektim nuk do kalohet pa u vënë re. Çfarëdo që apo në çfarëdo lloj mënyre që është ndjesia është dhe ky, ta them, engjulli që po ju ndihmon në kuptimin e saj që çdo gjë të kalohet më lehtë, apo një person fizik mund të jetë absolutisht dhe të arrini aty ku dëshironi. Suksesi është në dorën e juaj, me këtë dorë hyjnore nga Zoti Universi, apo sido që ta quani. Pra, leximi juaj thotë, nëse ndihesh i lodhur, i shpërqendruar apo pa motiv, mos e gjykoni veten. Është thjesht shenjë që Universi po ju thotë, ul ritmin, pushoni, qetësoni, dëgjo veten, sepse diçka e re, e zjarrt dhe e bukur po vjen drejt teje. Ajo mund të hyjë, të vi, vetëm kur t'jeni gati ta pranoni me gjithë qenjen e juaj. Pra, pas një pushimi, pasi t'i ndezin pak motorët, apo pasi të nakthehet ai motivimi për të jetuar absolutisht dhe për të vepruar.